ti ki probleme në vazhdimësi me jetën tënde edhe nuk i durueshëm, ki nis provë edhe s'mundesh me ballafaqu shumë lehtë provën, kanë merr për shembull në jetën tënde. Do të thonë, a janë pejgamberët e Zotit, a është Ayubi alayhis salam, do të thonë shembulli i durimit për ty. Secili musliman kur e lexon Kur'anin edhe kur lexon këto rrëfime duhet të shikojë atë nga aspekti individual. Çfarë ndryshimi duhet të sjell ky rrëfim në jetën time personale. Pak sinqeritet me pas, ka mu të zbut zemra në aspektin që kime fillu me mendu pozitivisht për ta njerëz, do të thonë, për këta burra të mëdhej që kanë jetuar në këtë tokë që edhe ne jetojmë sot. Do të thonë, kjo është edhe mesazh për ata të cilët ndoshta edhe nuk e besojnë Allahun azza wa jalla. Sikur që dikush kur thirr dinin e Allahut, thirr bamirësi, thirr paqen, humanizëm, që dikush ndoshta nuk e percepton me trunin e vet, edhe realisht e fillon tallë. Mënyra më e lehtë për ta diskredituar dikan, fillon tallë. Vërshim i Nuhit alayhis salatu wassalam, popullit Nuhit, nuk ka qenë vetëm ty me të mbulu me ardh një det Zoti me ta pru që ndoshta në shtetin tanë dhe vendin tanë s'ka det. Vërshim për ty është kur ti noton definitivisht lumin edhe në detin e mëkateve. Drejt shembulltyrës që lip me qenë fëmija të shembulltyr. Po nëse nuk ndëgjon, çka më bë? Pela punën, pela edukimin karshi fëmijësa, po dështon mision. Nuhi alayhis salatu wassalam lip me qenë për ty shembulltyr që ti mos me dështu asnjëherë në misionin që e kije për fëmijët e tu. Okej. Babilonia llogaritet se është dje e pi qytetërimeve. Po nuk kanë qenë njerëz të parë si mua, nuk kanë qenë njerëz që nuk kanë pas njohuri të kësaj bote. Por ajo që është realiteti është se aq shumë idhujtaria i ka verbëru sa që nuk kanë qenë të arsyeshëm. Sa jemi ne të vetëdijshëm, edhe sa jemi ne të bindur që kur thojë Allahu azza wa jall bane se mirë ka me dal, edhe ti e ban punën se për më mirë ka me dal. Kur kishte sprova pejgamberi alayhis salatu wassalam çka bonte? Hynte në namaz. Ndërsa ne hym namaz por mos me mendu namazin. Do të thonë, ka dallim mu rahatu me namaz. Të lirë për ndonjë llogari tjetër. Shumë saktë. Ka dallim mu rahatu me namaz, edhe ka dallim mu rahatu prej namazit. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra. Jemi në fillim të episodit të ri të podcastit në Mejlis. Për sonte, mysafir e kemi hoqën e nderuar Hasan Efendi Rexhepi, me të cilin do të flasim lidhur me rrëfimet, tregimet për pejgamberët në Kur'an dhe në hadithet e Muhamedit alayhis salam, duke e vendosur theksin mbi ndodhit më të rëndësishme nga jeta e pejgamberëve të cilët njihen me emrin Ulul Azm. Fillimisht i dëshirojmë mirëseardhje hoxhës së nderuar Hasan Efendi Rexhepi, mirë se vjen në mezhlisin ton. Allah është përbleft që u përgjigje pozitivisht në ftesën ton. Konsideroj këtë si një gjë shumë të mirë, nga se e dëshmon se jeni çdo herë të hapur për biseda të këtilla që janë të dobishme. Allah nderoft që Zoti na i boft të mundur se çdo herë të kontribuojmë në rrugën e davetit, edhe në rrugën që e përhapim atë që ne kanë përhap dikush me vepra, e ne ndoshta mundohemi të japim hakun spaku me fjalë, nëse edhe nuk mundemi të ngjasojmë shumë veprat aty. Allah nderoft për ftesën. Faleminderit shumë edhe ti që u përgjigje pozitivisht. Hoxhë nderuar, do të fillojmë bisedën tonë pakës lidhur me Kur'anin dhe rrëfimet për pejgamberët me të cilin Kur'ani është, me thonë, i mbushur. Ka shumë fragmente nga jeta e pejgamberëve të dërguarve të Zotit dhe çfarë ndikimi pritet që këto tregime, këto rrëfime për pejgamberët me pas mbi besimtarët nga aspekti i edukimit fetar, nga aspekti i edukimit imanor dhe kështu me radhë. Fillimisht, falënderimet takojnë Allahut azza wa jall, ndërsa salatë dhe selamat e dërgojmë Resulullahit alayhis salatu wassalam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. I dashur hoç, Allahu azza wa jall në një ajet kuranor kur flet për ngjarjet më madhore të pejgamberëve dashur të Zotit, njerëzve më të përzgjedhur të Allahut azza wa jall, flet me atë piknisje që dëshiron të na tregon njerëzve në vazhdimsi, ku është një ajet kuranor kur flet Allahu azza wa jall dhe thotë këto ngjarje, këto rrëfime u atregojmë atyre të cilët kanë arsye. Unë po filloj me këtë ajet të madh të Allahut azza wa jall, ku Allahu azza wa jall na drejtohet që arsye mos mendon dikush se arsye me arsyetuhet vetëm arsye logjika e njeriu. Ne kemi arsye shpesh herë kur I lexojmë historitë e profetëve të Zotit,
Edhe na kemi arsye kur i shikojmë sprovat, durimin, do të thonë pengesat, ato problematika që i kanë pas në jetën e tyre, a kena na si qasje që t'i shohim këto situata kështu më ndryshe. Për t'i kuptu ma drejt historitë e profetëve, edhe konkretisht Ulul Azmit, do të thonë përzgjedh 5 pejgamberëve të përzgjedh Zotit, e para kisha dashur ta ceki se kur i lexon këto histori, e para që të vjen në mend edhe mundesh me pat realisht një pikë drejtë është që ty i sheh ato pejgamberët e Zotit si një model i jetës tonë. Për shembull e para mund ta marrim historinë e Jusufit alayhis salatu wassalam, kur flasim për tric, kur flasim për joshjen, kur flasim për problematika që i ka vazhdimsi një i ri që jeton, vepron, mendon, shikon se si ta realizon jetën e vet, kur ka probleme me joshjen, kanë ka model jetën e vet. E ka Jusufin alayhis salatu wassalam se si u largu prej një vepre të shëmtuar që Allahu azza wa jalla e ka ndaluar. Pastaj e dyta, mund të vazhdojmë te një pejgamber i madh tjetër i Zotit që është Ejubi alayhis salatu wassalam. Kur ti ki probleme me vazhdimsi me jetën tënde edhe nuk i durushëm, keni sprovë edhe s'mundesh me ballafaqu shumë lehtë sprovën, kanë merr për shembull në jetën tënde. Do të thonë, a janë pejgamberët e Zotit, a është Ejubi alayhis salam, do të thonë shembulli i durimit për ty. Pastaj mund të vazhdojmë tek Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Kur Ibrahimi alayhis salatu wassalam kishte sprovë të madhe, do të thonë me idhujtarin, çfarë bënte Ibrahimi alayhis salatu wassalam? E kishte mbështetjen Zotin edhe mendimin pozitivisht, mendimin e lartësuar, mendimin e avancuar se si mund t'ja nxjerr poshtë mendsinë atyve, do të thonë logjikën që e kishin në atë moment populli i vet, do të thonë mençurinë kur e mendon këtë pjesën e mençurisë, ku shkon mendja? Te pejgamberi alayhis salatu wassalam, te Ibrahimi alayhis salatu wassalam, do të thonë të mendumit e lartë, do të thonë shembujt e historisë të pejgamberëve të Zotit. Ta e kemi edhe Musa alayhis salatu wassalam, e kemi edhe Isa alayhis salatu wassalam. Do të thonë këto janë shembuj që ti kur i lexon rrëfimet kuranore, a e kupton qartë edhe drejt se Zoti po flet edhe për ty, se fundja shi. Nëse i mendojmë në historitë e profetëve, për shembull Musa alayhis salatu wassalam para sa mijë vjetëve, 2500-3000 vite ka jetuar para neve. Do të thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam para 1400 viteve. Do të thonë kur e shohim këtë çështje, ka jetuar shumë larg para neve. Tash çka na vjen neve në jetën tonë, po të vjen shumë. Ai nuk të vjen ndoshta edhe si histori tekstualisht, po lip me kuptu ti se ato çka u kanë ndodhur atyve dhe sot ty të ndodh. Ato sprova që i kanë pasur ato edhe ti mund të pat sot ti, edhe në këtë aspekt kur ti shihsh problemet që i kanë pasur, edhe zgjidhjet e problemeve që i kanë bë, ti ke shkollë në jetën tonë, edhe mësim në jetën tonë se si më zgjidh problematikat e tua në jetën tonë. Për këtë arsye ne lip me qenë të vëmendshëm shumë, edhe kur ligjërojmë, edhe kur i qasemi, edhe kur lexojmë, edhe si ndëgjues, ndoshta edhe si hoç, ndoshta edhe si studius, kur ta lexojsh ta mirë shkollë për veten tënde se gjitha këto ngjarje drejtohen ty personalisht. Kërkuj tjetër. Do të thonë, nëse ti e koncepton veten si një musliman, te Kuranit nuk i drejtohet, do të thonë aty i drejton me siguri edhe bashkësisë së muslimanëve, po secili musliman kur i lexon Kuranin, edhe kur i lexon këto rrëfime duhet ta shikojë atë nga aspekti individual. Çfarë ndryshimi duhet të sjell ky rrëfim në jetën time personale. Edhe me analizu problemet që i kemi dhe pastaj me u mundu me gjetë zgjidhjen në rrëfimet e pejgamberëve apo në mënyrën se si ata janë përballuar me problemet e ndryshme. Eksakt. Do të thonë kjo është ai qëllimi që bashkangjitem bashkarisht. Po realisht edhe me shikuar dhe me një prizëm tjetër shi, rrëfimet e pejgamberëve nuk duhet me qenë vetëm shembull për neve si musliman. Nëse pak ka sinqeritet, edhe ai që nuk i beson Allahun azza wa jall, edhe nuk është i bindur në Allahun azza wa jall, edhe lexon me një shikim pa pavije dhe pa mendime negative për historitë e pejgamberëve, ndalet pa paragjykime, ndalesh edhe lexon historinë e cili do pejgamber, cili do zgjedhë vet. Edhe zgjedhë sipas shefit tanë dhe lexoje. Pak sinqeritet me pas, ka mu të zbut zemra në aspektin që kime fillu me mendu pozitivisht për ta njerëz, do të thonë, për këta burrat mëdhej që kanë jetuar në këtë tokë që edhe ne jetojmë sot. Do të thonë, kjo është edhe mesazh për ata të cilët ndoshta edhe nuk e besojnë Allahun azza wa jall. Ndoshta edhe kanë urrëtie patologjike për Islamin. Nëse mundosh pak të jesh i sinqert me veten, dalë lexoj historitë, të jesh i bindur që edhe nëse nuk e pranon Islamin, kime besuar vërtetësinë atyve burrave, karshi sprovave që i kanë pasur në jetën e vet në vazhdimsi. Çka është ajo që i veçon Ulul Azm, këto 5 pejgamber që i ka dalluar Allahu subhanahu wa taala, që ata të jenë pakës më të veçantë. Ne dimi se Allah në Kur'an thot, la nufarriqu bejna ahadin min rusulih, ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej pejgamberëve. Të gjithë janë ato pejgamber të Zotit dhe janë ata që Zoti i ka dërguar tek popujt e tyre. Por me durimin e tyre dhe me qëndrueshmërinë e tyre i ka dalluar këto 5 pejgamber. Ato janë Nuhi a.s., Ibrahimi a.s., Musa a.s., Isa a.s. dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall
në jetin kuranor që përmendet që nuk bën dallim profetët e tij, unë mendoj që kështu në çastin e sa ke mund të lexojmë te çështjet e tefsireve se si komentojnë ajetet kuranore, Allahu Azza wa Jall kur I ka përgjith ulul azmin, do të thonë 5 pejgambert e tij, kur e lexon me vëmendje duke filluar prej te Nuh alayhis salam, te Musa alayhis salam, te Ibrahimi alayhis salatu wasalam, te Isa alayhis salam dhe te Muhamedi alayhis salatu wasalam, nëse e marrim një rregull, I sfidoj gjithkand që e mendon se Zoti këtu ka bërë padrejtësi. Nuk mundet asnjë njerit që ekziston këtë tokë, që ka ekzistuar dhe që ka me ekzistu, mi ndodh ndaj problem, ndaj sprov, ndaj gajle, ndaj dert në jetën e vet, jashtë asaj që tyve 5 pejgamberëve të përgjithë Zotit ju ka ndodhur. Nëse flasim që dikujt I ka vdek fëmiu, edhe mendon që është sprova më e rëndë, e marrim shembull pejgamberin alayhis salatu wasalam, që I ndroi jetë Ibrahimi alayhis salatu wasalam edhe fëmijët e tjerë që I kanë ndruar jetë pejgamberit alayhis salatu wasalam. Nëse e marrim që e ka këtë miti kanë ndruar përveç Fatimës, do të thonë vajza e fundit. Nëse e marrim, do të thonë pjesën tjetër, Ibrahimit alayhis salatu wasalam çka I ka ndodhur. Nëse mendon se dikush prej juve edhe prej atyve që Zoti ka mund me bo padrejtësi në këtë rast që I ka zgjedh 5 ulul azmit, shikoj historinë e Ibrahimit alayhis salatu wasalam edhe merre si shembull se si babai I tij ka qenë ai I cili me durët e veta e ka kundërshtuar kan atë që e do mas shumti. Baba e do fëmijën e vet mas shumti dhe do me qenë mbi fëmijën e vet. Në këtë rast, nëse ti ke probleme me prindin tan, me babën tan konkretisht, shikoj shembullin e Ibrahimit alayhis salatu wasalam. Kur marrim shembuj të tjerë, për shembull, te historia e Nuhit alayhis salatu wasalam, kanë do prindi që me pat më afërti në dunja dhe në ahiret, e do fëmijën e vet, e vladin e vet. Fëmia I vet e refuzoi thirrjen e Allahut Azza wa Jall, edhe thirrjen e babës vet, që të hypen në anijën e shpëtimit edhe të shpëtoje, domethënë, te kjo pjesë. Nëse I marrim gjitha sprova, cilën dush sprov që mundet me të ndodh ty? Çfarë dush sprove në jetën tënde që ti e ke? Gajle, burgosje, largim nga vendi jot, domethënë dëbim nga vendi jot, gjithçka që mundesh me pa në jetën tënde, kur e shem me çastin si ju ka ndodhur 5 pejgamberëve të Zotit, këtyve konkretisht, jo që edhe tjerëve s'u ka ndodhur prej këtyre sprovave, por kur I marrim këtë sprovat e jetës, te ulul azmi mundesh me gjithë krejt. Unë mendoj se Zoti e ka pas sinqeritetin e çdo pejgamberi në nivelin më të lartë, se s'mundesh më bë më I përgjithë I Zotit në tokë, jashtë asaj ti ke pas sinqeritet shumë të madh brenda vetes tane dhe gjoksit tan. Allahu Azza wa Jall tash e sheh se kush ka peshë më të madhe edhe kush ka mundësi që me bart më tepër misionin e madh. Ti është likurën e Musait alayhis salatu wasalam, në historinë e tij që është histori që mua deri tash mu ka desh gati 6 muaj gjys për 7 muaj që ta shpjegoj një histori një pejgamberi të Zotit, ligjërata përjavore që ndoshta e te kalojmë edhe 1 orë 20 minuta, 1 orë 30 minuta, ndoshta edhe në pika të shkurta s'mund ta përfundosh historinë e Musait alayhis salatu wasalam. Kur e shikon historinë e Musait alayhis salatu wasalam, do të qëndron e sheh çfarë sfida dhe çfarë sprova ka pasur në vazhdimsi, e shet që aja ka pat një sinqeritet shumë të madh me Allahun Azza wa Jall, ose me Isa alayhis salatu wasalam, apo me Ibrahimin alayhis salatu wasalam, apo me Muhamedit alayhis salatu wasalam. Allahu Azza wa Jall e ka pa ndonjë sinqeritet, edhe ka dashur ta bën përzgjedhjen më të lartë që është përzgjedhja e tij që fundja shehni nuk mund ta pyesim Allahun Azza wa Jall se pse ka përzgjedhur 5 pejgambert e tij, do të thonë 5 dërguarit e tij, po e jo na është të japim atë shpjegimin edhe hikmetin që Allahu Azza wa Jall ndoshta e ka lënë brenda këtyve 5 përzgjedhjeve që I ka patën. Ulul azm, do të thonë ata që janë të vendosur. Edhe dietarët e kanë komentuar se bëhet fjalë për durimin e tyre. Durimin e tyre. Sidoqoftë, këto që përmendet ti janë model se si duhet të veprojnë një besimtar kur ballafaqohet me ndonjë sprovë të llojeve të ndryshme që I ndodh në jetë. Do të filloj me Nuhin alayhis salam. Cili është momenti krucial apo momenti më I rëndësishëm nga jeta e tij, të cilin ju e kishit veçuar? Nuhi alayhis salam ishte në mes e popullit të tij pothuajse 1 milenium. 950 vite bënte davet dhe thirrje. Çfarë ndodhi pastaj? Pikën e parë e potencove që desha ta potencoj. Fillimisht, për ta filluar historinë e Nuhit alayhis salatu wasalam, shembujt më konkret historisë së Nuhit alayhis salatu wasalam, është thirrja e tij 950 vite, që në proporcion I bie që 12 persona realisht e kanë pranuar thirrjen e Nuhit alayhis salatu wasalam për ta pranuar mesazhin hynor. Unë kisha dashur ta nxjerrë një mësim që ndoshta edhe për neve realisht. Sa jemi ne durueshëm kur bëjmë thirrje ndinin e Allahut, edhe kur bëjmë thirrje ndavet, edhe ndoshta nëse nuk ke autoritet, edhe nëse ndoshta nuk ka arrit autoritet në popullatën tënde, ose nuk ke arrit
autoritet flas në atë aspektin që është një ngritje jote me të ndëgju fjala me pat autoritet dhe pushtet që me të ndëgju njerëzit, edhe ti thirr 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet edhe e shet që nuk ka përgjigje, nga ana e popullatës, edhe ty të kap një depresion, edhe të kap ty një stres. Nëse e merr shembull që Nuhi alayhis salatu wasalam 950 vite dhe çdo vit vetëm nga 12 persona e kanë pranuar Nuhin alayhis salatu wasalam, do thonë kjo lyp me ta dhënë ty një shtysë të madhe. Po kjo kalon prej të xhallarët edhe te xhamati. Nëse xhamati për shembull shkon edhe thirr dikan ders, dikush në fillimet e davetit, në fillimet e udhëzimit vet, ja nis edhe thirr edhe shokët vet edhe do ta boje sa më me shyret, ne thojmë që ta gëzoje me xhlisin duke pru njerëz edhe më tepër. Thirr 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet edhe mas 2-3 vjetëve dyqysh ndoshta lodhët plagështohet edhe e ndal thirrin e tij. Kjo është gabim total. Nëse do me pat këtë pejgamber të madh Zotit Nuhin alayhis salatu wasalam shembulltyr një tëntane, ti s'li pun dal duke thirr. Do të thonë, atë përgjigjet, a nuk përgjigjet, nuk është në dorën tane. Ti e thret edhe dush ta besosh se kur ta thirrsh ti e kish problemin tan. Po nuk mund ta shtyr lëkurën time se si mundet 950 vite një pejgamber i Zotit thirrën vazhdimsi edhe mos të kese, do të thonë, pranim sa duhet me pat realisht me atë sinqeritetin e madh, me atë punën e madh që ka pat Nuhi alayhis salatu wasalam. Shembull krucial tjetër, do të thonë jetën e Nuhit alayhis salatu wasalam, mund ta marrim vetëm ta si një shtesë, faqe të ndërve. Nuhi alayhis salam ka përdorur çdo metodë përmet, i ka thirr natë e ditë thot në një, i ka thirr domethënë para njerëzve të tjerë, i ka thirr privatisht domethënë në bashkëbisedë. Ka qenë metodat e Nuhit alayhis salatu wasalam që ka thirr. Alantu lahum asrartu domethënë edhe fshehu Razi ka thirr edhe në mënyrë publike. Këtë metodat e mundshme i ka përdorur. Edhe në fund. Falem yazidhum dua illa firara. Dërsa thirrja e tij vetëm se shtonte largimin e njerëzve prej tij. Domethënë, çdo pejgamber të cilët nëse shikojmë me syrin analitik, thojse, nëse nuk ka pas shumë ndjekës, disa analistë sot, ndërsa e kishin vlerësuar si të dështuar. Por kjo nuk është. Ashtu se në peshorën e islamit, ajo që merret parasysh është angazhimi. Nuhi alayhis salam nën sheku e gjysëm është angazhuar për thirrje, ka përdorur të gjitha metodat e njohura dhe të mundshme. Dhe kjo është ajo që vlerësohet. Njerëzit nuk duhet të lidhen me numrin e ndjekësve. Se ka bërë. Po duhet të shikojnë si e kanë bërë punën, Në këtë rast Nuhi alayhis salam është shembulli i një thirrësi davetçiu të palodhur, i cili vazhdimisht e ka praktikuar atë që Zoti e ka kërkuar prej tij. Saktësisht. Unë kisha dashur edhe një ngjarje tjetër titës Nuhit alayhis salatu wasalam për ta përmend, pasi që ka shumë ngjarje, do të mundohemi shkurtimisht disa pika ti prekim, pasi që edhe koha premton që me stërgjat shkallku që për Nuhin alayhis salatu wasalam ka disa mesazhe të shkurtra me a dërgu shikuesve tonë edhe ato që na ndjekin që pastaj më u thellu pak më tepër në definitivisht studimin e rrëfimeve të pejgamberëve. Ka qenë një ngjarje për Nuhin alayhis salatu wasalam, ku tregohet që populli vet e ka rreh atë shumë Nuhin alayhis salatu wasalam, saqë edhe i ka humbur ndjenjat Nuhi alayhis salatu wasalam. Edhe mbasi i ka humbur ndjenjat, në momentin e parë kur zgjohet, nuk shkon të hakmirët, po përsëri shkon mi thirr për madh rrugën e Zotit. Kjo është për ato davetxhi që bojnë davet. Nëse ty të ndal një shajt me dikujt, nëse ty të ndal një ofendim me dikujt, nëse ty të ndal një etiketë që ta nxjet dikush, atëherë ti s'e ke kuptuar, ose një shqetësim, atëherë ti nuk e kuptu drejt thirrjen Nuhit alayhis salatu wasalam, që është realisht edhe thirrje për neve. Plotësimi, çdo pejgamber ka plotësuar fen Allahu azza wa jall deri ditën e fundit, deri ditën e fundit pejgamberit alayhis salatu wasalam, vulës profecisë. Do të thonë, nuk li pëlqen ti ndalesë që dikush nëse të etiketon ose dikush të shan ose dikush ta jep një paragjykim për ty edhe ti me qenë ajo demotivim për ty për mundal. Zgjidon asnjëherë mundal. Do të thonë kjo është ajo si ngjarje që ai edhe u rrehte, edhe sundalte, edhe i humbte ndjenjat, apo të zgjonte, apo të tjerë të vazhdimsi. Por ta vazhdoj këtë vazhdën e shembujve, do të thonë titës Nuhit alayhis salatu wasalam, e kemi pjesën që e ka ndërtu anijen. Këtu shi edhe kur e kam ligjëruar të shoqata elita, shikoj çfarë bindje ndërton në një vend ku s'ka as kundras lumen, po, urna, se false. Do të thonë Nuhi alayhis salatu wasalam i vjen urdhri prej Allahut azza wa jall që më ndërtu anijen. Anijet realisht ndërtohen diku rreth detrave, rreth vendit ku ka ujë. Edhe në këtë moment Nuhi alayhis salatu wasalam fillon ta ndërtojë anijen mes shkretirës. Këtu janë dy pika që dalin pa. E para, populli vet i thotë
ai çmendurie që këtu as ujë nuk ka, as kur gjë ti po ndërton anije, edhe e dyta është për ta ndërtuar një anije ty dohen ndro. Edhe Nuhi alayhis salam ne e dim shumë qartë që në shkretin nuk ka ndrynjë. Do të thonë është kit gurzi. Cila ishte metoda e Nuhit alayhis salam për ta ndërtuar një anije? Nuhi alayhis salam i mençur edhe i përzgjedhur i Zotit, edhe realisht ka pasur shpallje prej Zotit që merr dhe mbill, do të thonë mbjelli pemt, le të rritën edhe ti prej pastaj ndërtoi bëj anije. Do të thonë vazhdimisht këtë e ka bu. Disa transmetues, edhe pse nuk ka informacion të saktë për sa vite është ndërtuar anija, disa thonë që për 300 vite është ndërtuar anija. Do të thonë kohë gjatë në vazhdimsi. Masi ndërton anijen Nuhi alayhis salam, fillojnë talljet. Sikur që dikush kur thirr dinin e Allahut, thirr bamirësi, thirr paqen, humanizëm, që dikush ndoshta nuk e percepton me trunin e vet, edhe realisht e fillon tallën. Mënyra më e lehtë për ta diskredituar dikan, fillon tallu, edhe bën hajgare. Podcasta. Këtë dynja ka podcast. Ligjërata apo këtë dynja e ligjeron. Do të thonë ti nuk je më me dynjas me na treguar neve dinin. Se me shiku ti kur ka 100 tjera. 100 hoxhallar në kinë. Pse më shikua ato 100 kur jena ne. Se ma në xhami kur këtë kina në YouTube. Se më u lodh. Realisht kjo, do të thonë, nuk e kupton atë pjesën shpirtërore, edhe tash ndodh që Nuhi alayhis salam bën dorem edhe i thirr vazhdimsin, nuk e dëshpëron tallje atyve, nuk e dëshpëron akuza atyve. Edhe vjen situata që çuç e dim në ajetet kuranore, ku ndodh ai vërshimi i madh, ndodh ai mbulimi i atij vendit me ujë të madh, kur djali vet ik lart. Do të ngjitem në kodër, do të mbrojë nga uji. Edhe në moment si kthehet Nuhi alayhis salam, ja bunayya rkib ma'na, do të thonë o birim, hyp me neve. Edhe kur e mendon këtë pjesën realisht logjika e birit Nuhit alayhis salam ka qenë që ndoshta nuk e mri në majën. Ndoshta Zoti ka më mbetur në nalt. Edhe kalon Nuhi disa ditë edhe unë zbres poshtë. Po Nuhi alayhis salam thotë o hyp me neve. Se nuk është poenta vetëm se ty ka me të mbit uji. Po fala takun min al-kafirin, do të thonë ti mos u ban prej çafirave, prej femohuzve, prej atyre që nuk e besojnë dinin e Allahut. Po që dyshon në fuqinë e Allahut, ajo është faktikisht mohuesi i Zotit. Realisht. Edhe tash në moment ne mujmë me kuptu, për shembull vërshimet e mëdhoja, edhe ato përmbysjet e mëdhoja, edhe çka mujmë me nxjerr për shembull ne si pika që mujmë me patën sot për mua dhe për ty, edhe për teleshikues ton, çka është sot vërshimi edhe çka është sot anija. Vërshimi, do të thonë ti mos prit që ka marrë sin kohën e Nuhit alayhis salam. Ne kemi shembull të freskët edhe pse ka ndodhur Hasan. Hiç më larg kjo, ka ndodhur vend banimet tona që para disa javë që ishin për ato vërshimet në Shqipëri. Allahu kur e don mund ta boje. Ne kuptojmë qytetin e bën, do të thonë lumë edhe mendoj pastaj ose e tash ndodh situata që ne ta kuptojmë më drejt këtë anijen e Nuhit alayhis salam, ta kuptojmë vërshimin e Nuhit. Vërshim nuk është vetëm që ty me të mbulu uji. Vërshim i Nuhit alayhis salam, popullit Nuhit nuk ka qenë vetëm ty me të mbulu me ardh një det Zoti me ta pru që ndoshta në shtetin tanë dhe vendin tanë s'ka det. Vërshim për ty është kur ti noton definitivisht në lumin edhe në detin e mëkateve. Do thonë për mu, edhe për ty, edhe për çdo njërin prej besimtarëve, do thonë nëse mendon që vazhdon edhe i je mëkatar aktiv, edhe nuk i bindesh urdhrave të Zotit, edhe nuk i bindesh fjalëve të pejgamberit alayhis salam, nuk i bindesh atyve obligimeve që ti ki borxh me realizu. Do thonë ne nuk i kena vetëm obligim, se ka dallim ti se obligim edhe ka dallim ti se borxh. Unë të marr ty parë, edhe kam borxh me ta kthy. Zoti ta ka dhënë ty shpirtin tan, ta ka dhënë trupin tan, ta ka dhënë ajrin tan, ta ka dhënë çdo sen që e ke ti, këto janë këtë dhurata që ti ka dhënë Zoti. E tash ti e ke borxh me veprat e tua, fjalët e tua, bindjen tënde me aktin e Zotit. Tash kjo është vërshimi, po ania është. Nëse e shën ndonjëherë, edhe ndalesh e mendon më drejt anijen e Nuhit alayhis salam, për neve çka është ania sot? Do thonë anija e Nuhit, çka simbolizon? Unë mendoj që anija e Nuhit alayhis salam është realizimi i urdhrave të Zotit, jo vetëm sa më thon e realizova, po për pikmëri. E dyta është praktikimi i sunetit pejgamberit alayhis salam pavarësisht akuzave që mund me t'i bëjë tjerë. E treta është respektimi i kombit tan edhe respektimi i asaj çështjes që nuk kundërshtohet me fejen tënde. E pesta, e katërta, edukimi i jot qoftë në baza familjare, që urdhëron feja e Zotit, apo qoftë në baza arsimore, që janë karikula shtetërore në Ministrinë e Arsimit që çdo shtet e ka caktuar në jetën e vet. Do të thonë kur e sheti anijen e shpëtimit, se për shembull nëse ndalim edhe kuptojmë tash më drejt. Unë jam bab,
edhe ti je bab. Unë kam fëmijë, edhe ti ke fëmijë. Edhe unë, edhe ti, fëmijën ton e dojmë mas shumë ti prej këtijve. Edhe kur ndalesh ta shikoj që një fëmija jot nuk të bindë ty. Është shumë ndjenje keqe për babën që fëmija mos m'ju bind prindit. Normal, kur ti e thret fëmijën tan për me ardh mi zbatu urdhrat e Zotit edhe mi largu për aty veprave që lagëron. Realisht me shpëtu nga vërshimi që mundet me kaplu në tardhmën e afër që e kemi çdo ditë që e hajmë tardhmën ton. Edhe tash kur baba dhe nana e edukojnë fëmijën, edhe ai nuk e merr edukimin, për ty ja lip me qenë ki sinjal që mund dal apo sinjal me vazhdu. Nëse kupton si sinjal që ndalësh, sikur Nuhi alayhis salatu wasalam që non stop e ka thirrë fëmijën e vet, nuk ka qenë kjo fjalia e vetme që i ka thonë hajde me neve, po në vazhdimsi e ka thirrë fëmijën e vet derisa mo erdh urdhri i Zotit për mund da. E jo nash me kuptu, fëmijën tan për ta eduku çdo ditë, ama çdo moment ti lip me thirrë fëmijën tan drejt edukatës, drejt moralit, drejt mirësjelljes, drejt sjelljes, domethënë drejt shembulltyrës që lip me qenë fëmia jo shembulltyr. Po nëse nuk ndëgjon, çka më bë? Pela punën a? Pela edukimin karshi fëmijës sa, po dështon mision. Nuhi alayhis salatu wasalam lip me qenë për ty shembulltyr që ti mos me dështu asnjëherë misionin që e kije për fëmijët e tu. Edhe vazhdimisht e thirr fëmijën tan deri në momentin kur, deri në momentin shehi, domethënë deri në momentin që Allahu azza wa jall ty të ka dhënë frymë. Deri në momentin që ti ke më dorëzu emanetin tek Allahu azza wa jall, ti lip me thirr në edukimin e fëmijës tan. Do thonë kjo lip me qenë ajo ania që ne lip me kuptu vazhdimisht Nuhit alayhis salatu wasalam, e vërshimi është ajo mosbindja ndaj urdhrave të Allahut dhe të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Mendoj se elaboruam pakës tregimin e Nuhit alayhis salam. Tash të kalojmë te Ibrahimi alayhis salam. Cili është momenti më i veçantë nga historia e Ibrahimit alayhis salam, i cili ishte i vetëm në një mes i cili ishte përplot me idhujtari, me shirk, me padrejtësi. Vallaj, problemi është me nda veç një ngjarje. Ndoshta do t'i bi pak më shkurt ngjarjeve, që për ta kuptuar pak më drejt, domethënë, këtë çështje se cilin më nda, ne përdorim shkup. Kjo temë që e kemi përzgjedh, ndoshta kërkon prej neve me i bë disa podcaste. Po siç e thash, qëllimi është ti dërgojmë disa shkëndije për me mujt që njerëzit pastaj të thellon edhe pse jo edhe në ndonjë emision tjetër do t'i elaborojmë pak më gjerësisht për secilin pejgamber veç në rregull. E para që du ta filloj me Ibrahimin alayhis salatu wasalam. Populli Ibrahimit alayhis salatu wasalam, idhujtarin, shirkun e kishin institucionalizuar. Ajo ishte, do të thonë, shkollën veti, nuk kishte shtëpi që nuk kishte puta, nuk kishte, do të thonë, idhujtari ndryshme. Ndërsa njëri prej atyve që bante puta ishte Azeri, do të thonë babai Ibrahimit alayhis salatu wasalam. Tash vjen Ibrahimi alayhis salatu wasalam me një situatë shumë jo të lakmueshme. Derisa prindi vet e largon prej shtëpisë, edhe Ibrahimi alayhis salatu wasalam do me bë atë dialogin, po një dialog që realisht kjo është dialog shumë i lartë, do të thonë dialog që me lan njërin me mendu se a është e vërtetë që ajo që ju e besoni. Derisa e dim ngjarjen që se si e theu Ibrahimi alayhis salatu wasalam putat edhe ja vari atë shpatën, atë mjetin që i ka thy putat aty më të madhin. Edhe që është ajeti kuranor në fund janë të ikon. Hajde këshyrne tash apo fletki. Qëllimi i Ibrahimit alayhis salatu wasalam, a ishte mi ja u thy zotat atyve? Po si ishte qëllimi i Ibrahimit alayhis salatu wasalam, mi ja u thy zotat atyve. Po qëllimi vetëm ishte mi ja u ngjallat në vetdijen edhe vetdijen, hajde këshyri pak situatën pak më ndryshme. Se a është logjikshme ju t'i adhuroni këtë që as vetën se ndihmojnë as që flasin as që mund të kthejmë përgjigjen. Ajetet kuranore janë shumë ta që flasin për historinë e Ibrahimit alayhis salatu wasalam se si ka ndodhur debati. Çështja kryesore cruciale brenda kësaj ngjarje është që më janë ngjall pakat në vetdijen edhe logjikën. Mendo, shiko, do të thonë analizoje ngjarjen, ne themi as nervoz, as i gëzueshëm. I qetë edhe për një me përdor atë metodën që ta kish sinqerisht edhe ta shikosh se apo pranohet. E dyta si ngjarje cruciale është situata me zjarrin. Ibrahimi alayhis salatu wasalam tash mbasi i theu putat edhe s'po bindet Ibrahimi alayhis salatu wasalam, po dojnë me katapult. Pasi bon debat me mbretin Nemrut, ku i tregon nëse ti je Zoti i vërtet, si diellin nga perëndimi që të lind në perëndim e të perëndon në lindje. Ajo është debati që ndoshta pastaj ai dënon me zjarr. Me hudhin zjarr. Nëse e shohim debatin në Nemrudin, s'kisha dashur të jem likurën në Nemrudit në citat. Do të thonë, një djalë i ri, një djalë që ndoshta ti e shesh shumë të thjesht,
po vjen me disa argumente se ai ngjarja, hajde unë edhe silli vdekjen edhe jetën. Unë faqe të ndërprej. Nëse shikojmë bëhet fjalë për Babilonin. Okej. Babilonia llogaritet se është djepi i qytetërimeve. Nuk kanë qenë njerëz të parë si mua, nuk kanë qenë njerëz që nuk kanë pas njohuri të kësaj bote. Por ajo që është realiteti është se aq shumë idhujtaria i ka verbëru saqë nuk kanë qenë të arsyeshëm. Prandaj ky debat tregon e përsin e arsyes, logjikës, kur është në pyetje mosbesimi apo kur është në pyetje idhujtaria. Edhe siç e thave ti, nuk isha dash me kanë në likurën, se ai e ka menduar vetveten, unë jam Zoti juaj. E Zoti nënkupton tek ata se ajo është absolut në çdo aspekt, edhe në aspektin e diturisë, në aspektin e forcës, fuqisë dhe çdo gjë që llogaritet si një atribut hyjnor i Zotit. Pa që ta ndërprej apo? Jo, pa dert. E kemi podcast, nuk kemi ligjin. Po, ç'është. Do të thonë pjesa që kur bëhet debati atë shkurtimisht, mbasi po shkojmë në këtë vazhdën e historisë të Ibrahimit alayhis salam, ajo pyetja e Ibrahimit alayhis salam që Zoti im dhe i jep jetën edhe vdekjen, përgjigja ishte e poshtër nga ana e Nemrudit. Do të thonë, edhe ndonjëherë kur ty të vjen dikush me ndaj pyetje, qoftë si hoç, qoftë si arsimtar, qoftë si psikolog, qoftë si çfarë do profesioni, edhe misioni që e ke në jetën tënde, mos i kthe me përgjigje poshtruese. Mundoje që ndoshta edhe pyetja nëse mendon se nuk është me qëllim të mirë, mundoje të jesh i butë karshi njerëzve. Nemrudi ja kthe, po që ja unë i marr dy persona, njërin e vras, njërin e lë. Po s'mundesh me kuptuar këtë çështje se ti pe vret. E tash kur e pa Ibrahimi alayhis salam nuk dashti mu thellu shumë këtë debatin e jo ti mundesh ashtu s'mundesh. Jo, vazhdoi drejt në pyetjen e dytë. I tha Zoti e sjell diellin prej ka lindja drejt perëndimit, hajde mos ti e pretendon veten si Zot edhe gjithë pushtetshëm, sjellë prej perëndimit nga lindja. Në këtë moment nuk vazhdoi mo Nemrudi edhe u shtank. Do të thonë kjo ishte ajo që u shtank këtë moment derisa urdhoi për ta dërguar te zjarri. Tash e shpjegojmë, nuk është me rëndësinë e zjarrit. Me rëndësi është çndrimi i Ibrahimit alayhis salam katapult, që taj mjeti që e kanë vendosur atë zjarri i madh për ta fuk, është ngjarje që ka shumë i madh ka qenë zjarri se që nga larg e kanë fuk, me kanë hedhur me katapulta. Tash moment kur është i lidhur Ibrahimi alayhis salam aty. Kjo ngjarje ndoshta shumë besimtarë kanë dëgjuar, ndoshta kushdo që ka lexuar historinë e Ibrahimit alayhis salam është thellu pak më tepër në këtë pjesë, me situatën mes atij dhe Xhibrail Eminit kur vjen dhe i ofron ndihmën e vet. Në këtë rast kjo është ti them vetes on fillimisht edhe çdo njerit. A je i bindur kur ti je para një provës të madhe edhe të vjen një ndihmë prej dikujt tjetër, po normal ti merr ndihmën kur të vjen, po fillimisht adresoja Allahut Azza wa Jall, do të thonë atë problemin tanë që me ta pru ti zgjidhen. Vjen në këtë rast Xhibrail Emini, dëshiron ndihmë, thotë jo prej teje s'du ndihmë, nuk dëshiroj ndihmë. Dëshiroj prej aty i cili ty të ka sjell. Kur ta mendohesh në këtë çështje se i kërkon tash ti tu hudhën zjarr, e Allahu Azza wa Jall çka bëri ku e pa këtë kur e po bindjen e madhe në Allahun. Allahu Azza wa Jall kishte mujt shumë shpejt me ndal zjarrin. Një shi, një mjegull, një rre tashim zjarrin. Puna më e lehtë për Allahun Azza wa Jall. Pa Allahu Azza wa Jall çfarë dashni më? Dashni më ndru rregullat kësaj toke. Janë ndroj se me marr tash një shkrepse edhe me dik dorën djeg. Pa mundesh me bëu zjarmin ti të flladitshëm. Allahu Azza wa Jall këtë rast ja boni zjarrin prej përvlus edhe djeks ja boni do të thonë të flladitshëm që Ibrahimi alayhis salam kur është edhe shpëtim. As pak mos mendon me dëmtu. Berdën ose selam. Do të thonë qeni ftohtë i freskët. Edhe paqe. Selam shpëtim që mos më dëmtu. Se një prej kuptimeve të fjalës selam është selim, dikush që është i shëndosh. Nuk do të dëmtojë në asnjë mënyrë trupin e Ibrahimit alayhis salam. E kjo ka qenë mrekulli pas të cilën pastaj i ka habit njerëzit. Si ka dalë as pak i pa dëmtuar prej zjarrit. E Ibrahimi alayhis salam kur është pyet pas cilat kanë qenë momentet më të mira të jetës tone, thotë çndrimi im zjarr. Pse se bindja jote në Allah, do të thonë tewakkuli jot në Allahun, që kanë pa profetë e Zotit, do të thonë duke filluar prej Ademi alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam, do të thonë atë bindjen e madhe që kanë pasur në Allahun edhe nuk kanë bë kompromis në asnjë moment që i derisa Allahu Azza wa Jall jo ka marrë shpirtin gjithë atyre që kanë qenë pejgamber të Zotit dhe do t'ja marrë njerëzve. Unë do të vazhdoj edhe pak te Ibrahimi alayhis salam, që ta tregoj edhe ngjarjen me birin e tij. Përsëri kthehemi te ajo që e tham më herët. A ka dashuri më të madhe që ka prindi për fëmijën, po s'mundesh me gjetë dashuri më të madhe.
Nuk mundesh me gjetë se ndoshta fëmiu nuk mund t'ja ktheje prindit dashurinë që ka prindi për fëmijën. Ama ne po flasim këtë rast si në rolin e prindit, në rolin e babës, nanës, që ti e do shumë fëmijën tan. Kur i vjen urdhri i Allahut për ta bërë kurban të birin e tij, Ibrahimi alayhis salam a filloi të emocionohet, bën pyetje, jo, as pak s'filloi Ibrahimi alayhis salam. Kur vjen kur ai fillon dhe rritet, forcohet edhe Ibrahimi alayhis salam e ka fëmijën e parë pas një moshë, domethënë ka qenë në moshë, domethënë të pleqërisë, kur ja ka dhënë Allahu xhashani Ismail alayhis salam, në ato momente e sprovon me këtë. Shumë sprove rand, definitivisht. E tash Allahu azza wa jall kur jep urdhrin, hajde ti duhesh ta bësh kurban. E shkurtojmë ngjarjen. Ibrahimi alayhis salam shkon diskuton me Ismailin. E shikoi ai raporti babë dhe birr. Këtu nxjerr një raport që ndoshta libër shënohet me këtë. O baba im vepro siç e urdhnu. Do të thonë i falma tu'mar, bëja atë që të urdhërohet. Banat edhe mos ban shumë debate dhe mos ban shumë pyetje. Edhe Ibrahimi alayhis salam ishte i disiplinuar këtë rast. E tash e shtrin djalin e tij, edhe Allahu azza wa jall e përshkruan situatën se nuk mund ta bëni Kur'an pa i vesh dashti test me apo besimit vet. Sa jemi ne të vetëdijshëm, edhe sa jemi ne të bindur që kur thoi Allahu azza wa jall bane se mirë ka me dal, edhe ti e ban punën se për më mirë ka me dal. Një profesor e kena patë në Medinë për ta ndërlidhur këtë situatën që ti duhesh me bë, se si prind shehi, me qenë në aspektin edukativ që shpesh herë fëmijëve tonë lip më udhon disa ngjarje që me kuptu pak më drejt, do të thonë situatën. Një profesor na tha në ngjarje, ka qenë një profesor Allah i rujt, është ende gjallë në Medinë. Tha e marrim një shembull, tha Allahu azza wa jall që thotë e kam krijuar xhenetin edhe e kam krijuar xhenemin. Tha e besoni që e ka krijuar apo do ta krijoje? Tha për m'u dëshmuar që është i krijuar, kam ia dhënë çka shembull. Çish është shembulli? Tha nëse unë jam klas dhe tash ju tham juve, kush e mëson librin për menç, edhe me kuptim, thot unë kam ja ble një vetur. Sa prej juve besoni që kam ja ble veturën? Si shpërblim që e keni mësuar librin? Tha ndoshta e besojnë diku 5, 60, 70%. Po tha nëse e marr veturën edhe e bi këtu para klase, edhe thon çelësat ku janë? Çelësat ku janë? Kush e mëson librin edhe me kuptim, unë jap veturën. A e beson tash? E beson 100%. Por që ata Allahu azza wa jall e ka krijuar shpërblimin. Por që Allahu azza wa jall edhe ka krijuar edhe dënimin. Zoti vetë zbukuron xhenetin. Non stop zbukurohet xheneti. Sidomos hadithi pejgamberit alayhis salam, pasi që jemi në prag të muajit Ramazanit, do të zbukurohet xheneti nga ana Allahu azza wa jall çdo të hyjë të Ramazanit. Do të vazhdimsi zbukurohet xheneti. E tash kur e shohim ne me këtë çështje që kishte Ibrahim me të birën e vet. Po dhëmat e vladit është. Do të thonë dhëmat shumë e vladit edhe baba e dhëmë edhe nana shumë e dhëmin e vladit. Po kur të vjen urdhri i Allahut, kjo është për ato baballarë dhe për ato nana që ndoshta nuk i zgjojnë fëmijën e vet namaz sabaut se është i vogël, është i ri. Jo më rrezoje se urdhri i Allahut është urdhër që ka më qenë ilaç për ato në jetën e vet. Kur ti se puna, për shembull, mos më boti fëmijën tan dembel, se nëse do, shi një prej pikave që e kam shënuar për ta thënë sot është që nëse do më qenë udhëhec, se shikoj këtë historitë e pejgamberëve ta japin edhe një model të udhëheqës, edhe këtë ngjarje të fundit po duam ndërlidh që pastaj të kalojmë te profetë tjerë që na kanë mbet. Nëse do fëmijën tan me boje njëri që ka më udhëheq shoqëni, ka më udhëheq, do të thonë rregulla në jetën e vet, ka më udhëheq familjen e vet, ndoshta edhe mahallën e vet, ndoshta edhe qytetin e vet, ndoshta edhe shtetin e vet, fëmijën tan mos e mëson me qenë komfort, mos ja plotso krejt dëshirat fëmijës tan, mos ja largo kit problemet të fëmijës tan. Se në momentin kur mësohesh ti ja largon kit problemet të fëmijës, ja largon kit hallat të fëmijës, ai ka mësu kush më largon problemet, baba, nana më largon problemet. Për këtë arsye mësoj fëmijën tan pak ai let i hape, let i përvele kratë dhe ti përveshët punës që të mësohet me udhëheq, të mësohet me zgjidh problemet, edhe të mësohet me patën me kriju zgjidhje edhe kur shet që asesi nuk ka zgjidhje brenda jetës vet. Mbaruam me Ibrahimin alayhis salam. Po do vazhdojmë alashi. Nuk është problemi për ta vazhduar se Allahu azza wa jall e ka bëu dhe Ibrahimin alayhis salam na jetë Ibrahim kanë ummeten, Allah e ka quajtur një popull në tërësi, sepse kanë qenë i vetmuar në ballafaqim me idhujtarin dhe idhujtarët. Allah e ka quajtur se është ummet. Po edhe ajeti tjetër proroksh është, do të thonë ka qenë imamën, do të thonë ka qenë Ma kana Ibrahimu Yehudina wala Nasrani. As ka qenë i krishterë apo as ka qenë Izraelit hebren, walakin kana musliman, hanifan musliman. Ka qenë besim drejt edhe ka qenë musliman. Kjo është debati me është Zoti Hana dielli, do të thonë. Edhe është ato po inshallah se timrimet të pejgamberit. Po e thua shpejt. Po. Tash do të flasim pak për Musa alayhis salam. Cili është momenti kyç, krucial, më i rëndësishëm nga rëfimi për Musa alayhis salam.
Po du me fillu me këtë. Musa alayhis salatu wasalam u rit në pallat të Firaunit. Ndërsa populli vet ishte në kasole, edhe ishte populli më i nënshtruar dhe më i poshtërsuar kohën e Firaunit. Musa alayhis salatu wasalam kishte mujt me qëndru i qetë, kishte mujt me qenë i ndërgjushëm, as kur dikush kritikon edhe kur do ti me bë diçka më të madhe, i shun ato ambicet e tua dhe ndalesh e qëndron, jeton me mbretin. Po Musa alayhis salatu wasalam çka buni që? Zgjodhi me dal. Se kishte obligim prej Zotit që mi nxjerr Benu Israilet prej Egjiptit dhe prej asoj torturës madhe që u bën te Firauni. Unë këtu do ta nxjerrë veç një shkollë të shkurt. Nuk mund të zhej ti me qenë i pasur e krejt populli jot në shumicë dërmuese me qenë i varfër. S'munësh me qenë ti i lumtur kur populli jot është i stërvujtur. Do të thonë ti s'munësh me qenë ti i drejt kur populli tan, do të thonë i bëhet padrejtësi e madhe. Do të thonë ne lip me kuptuar një çasti shumë drejt edhe shumë pa asnjë mjegull në këtë rast. Nuk mundesh me qenë ti njëri që ja dëshiron të mirën dikujt, ama nuk kontribon për të mirën e dikujt. S'mundesh me ja dash ti të mirën dikujt kur vetëm flet e veprat e tua e dëshmojnë kundërtën asaj që ti e thu. Do të thonë, ne lip me qenë pak më të çastshëm kur e kuptojmë historinë e Musait alayhis salatu wasalam. Ngjarja e Musait është e gjatë, shkurtimisht i tregojmë disa pika kyçe. Musa alayhis salatu wasalam e bën atë vrasje që ishte pa dashje që shpjegon Allahu azza wa jall, pastaj edukimi i Musait alayhis salatu wasalam që ishte në Medjen. Allahu azza wa jall e edukoi Musain alayhis salatu wasalam me dy pika, me vetmi edhe me sprova. Çdo pejgamber Allahu azza wa jall e ka edukuar me sprova, por Musait alayhis salatu wasalam ja shtoi edhe vetmin. E çoi në Medjen që pak të edukohet ti se si bari dhe pastaj të kthehet. Kur u kthyi Musa alayhis salatu wasalam, Allahu azza wa jall Musait alayhis salatu wasalam po jep obligimin e parë. Pasi që e dim që i ka pa 3 takime. I pari ka qenë për me çliru popullin e vet, i dyti takimi i Allahut azza wa jall, objektiva e dytë që ka qenë me debatu me Firaunin, edhe objektiva e tretë që e shpjegon Allahu azza wa jall me ato 70 burra që ka shkuar tek Allahu azza wa jall, dhe që ato e kërkojnë me pa Allahun azza wa jall. Do të thonë, këto janë ato 3 misione që Allahu azza wa jall jep. Po në momentin kur Allahu azza wa jall, do të thonë, e urdhëron Musain që me shkuë, do të thonë, në malin Sina, do të thonë Turi Sina. Edhe Musa alayhis salatu wasalam shkon në malin që e shesin i dritë, ne e dim, ka qenë, do të thonë, njerë shi, pastaj kur kalon, ajo që ketë, do të thonë, e paçt havaja, nuk ka shi. Në momentin kur takohet me Allahun azza wa jall, Allahu azza wa jall çka i thot? Fakhla'na alik. Do të thonë, heqi nallat e tua edhe hajde. Musa alayhis salatu wasalam po shkon tek kush? Po shkon tek Allahu azza wa jall, te ai i cili po jep obligime edhe po ja mirëmban jetën Musait alayhis salatu wasalam. Kur shkojnë unë ty te Zoti shi? Do të thonë, në kuptimin e drejt fjalës, ne shkojmë te Allahu kur vdesim, edhe shkojmë me veprat e tona te Allahu. Po ditë për ditë kur shkojmë te Allahu azza wa jall? Ne shkojmë kur takohemi me Allahun azza wa jall në namaz. Kjo çësia që Musa i shkoi tek Allahu azza wa jall, neve na jep një çësie që edhe ne me shku te Allahu azza wa jall, po jo me shku te Allahu azza wa jall që me hek barën që mos më ndu se nuk e fala namazin acis që mos ta kem gajle. Pejgamberi alayhis salatu wasalam për ta ndërlidh bashkë me historinë e Musait alayhis salatu wasalam për takimin me Allahun azza wa jall. Kur kishte sprova pejgamberi alayhis salatu wasalam çka bonte? Hynte në namaz. Ndërsa ne hym namaz për mos më mendu namazin. Do të thonë, ka dallim mu rahatu me namaz. Të lirë për ndonjë llogari tjetër. Shumë saktë. Ka dallim mu rahatu me namaz, edhe ka dallim mu rahatu prej namazit. Qysh e lexova një thënie që shumë më ka thellu në këtë aspekt që u mundosha të gjej argumente sheriatike, po kishte të bollshme. Nëse namazi jot, kontakti jot, që është lidh Musa alayhis salatu wasalam, nëse kontakti jot me Allahun, nëse namazi jot nuk arrin ty me të zgjidh problemet e jetës tane, çysh pret namazi jot me të zgjidh problemet në ditën e gjykimit? Nëse namazi jot sot nuk bën ty mundje i lumtur me hyn xhenetin e kësaj bote që është lumturia e familjes tane, lumturia e shoqënisë tane, dashuria për të jetë, çysh pret që ky namazi jot ti nesër me çti në xhenetin e Allahut azza wa jall. Do të thonë, kur e kuptojmë kontaktin e Musait me Zotin, e kuptojmë shumë drejt për drejt. Tash Musai e merr misionin që më shkuë edhe me bisedu me Firaunin edhe atë debatin e madh që e ka pasur me Firaunin. Para mendoje, një perandori e madhe, po vjen një njeri që ja kërkon Zotit edhe vllaun e vet që ta kese si ndihmës, që dalin debatojnë me Firaunin. Edhe e dim si ndodh ngjarja, si kalon ngjarja, që një pikë është e rëndësishme mes debatit Musait edhe Firaunit, që edhim mjet djeg sa herë tregoj. Po. Firauni dashni mi thon Musa alayhis salatu wasalam, o Musa, ti u kallzove bukshkelt. Unë ti dash të mira, unë të rrit ati në pallat, unë ti bon ati krejt, ti u bone shumë mos mirënjohës.
Po nuk është qëllimi që pejgamberi i Zotit ka qenë mos mirënjohës. Qëllimi i pejgamberit Zotit ka qenë ky urdhër i Zotit edhe vendimi i Zotit që ai murit aty. Pa i mbyt të fëmijët. Nuk ishte dëshira e Firaunit që ta morë Musën, po ishte dëshira e gruajës vet. Edhe Musa alayhis salam çka zgjodhi kur i tha mos mirënjohës. Kishte ditë faraoni se kishte mbyt. Po. Edhe në këtë rast kur i tha se ti je bukshkelt, edhe s'po ma di vlerën se unë të kam rujt, Musa alayhis salam në këtë rast çka zgjodhi? E zgjodhi heshtjen për një arsye shumë të madhe. Unë këtë arsyen shumë të madhe du ta nxjerrim me një mësim që du ta kem për vete ta njëjtën. Kur dikush mundohet me t'i përmend të mirat, edhe ti ndahesh për atë, ndahesh me atë vllaun tan, me familjarin tan ose me dikant tjetër, për arsye madhore dinit Allahut që ai pishkel parimet e dinit Allahut, mos u mundo me arsyetu edhe me thonë që unë ndaj ta paratë për ket. Nëse ndahesh me dikan për jetës tane, edhe ndahesh për qëllime të Allahut Azza wa Jall, që po të ndon ideali i Allahut Azza wa Jall, mos u mundo për shej edhe më arsyetu shumë njerëz. Kalojnë heshtje se ma let ti ki me kalu, edhe ma let ai ka me kalu. Se kur e kuptojmë një qasje, që këtu ne mendova në fillim ta them, po me përzgjedhje ta them te Musa alayhis salam. Por çka kanë punu pejgambert e Zotit? A kanë punu për ideal, a kanë punu për autoritet? Nëse kishin punu për autoritet, në momentin që janë dëbue, janë shajte, janë persekutue, pejgambert Zotit janë vraje, do thonë shumë ngjarje ne i dim se çka kanë ndodhur pejgamberëve të Zotit, ato kishin thënë, personali është prek edhe unë pela. Ato kanë punu për din të Allahit. Kjo jep shkollë për neve si xhallarë dhe për ato që bëjnë davet edhe që thirrën dhe që punojnë për davet. Kur të punojsh ti për dinin e Allahit, edhe kur ti je ai që i je misionar në dinin e Allahit, misionar në kuptimin e drejtë që ti thirr për paqe, për siguri, ti thirr për lojalitet, ti thirr për bamirësi, ti për sjellje, kur të shohësh ti si Hasan, apo unë si Hasan, apo ti si hoxhi dashur Talha, ose vllaznit që janë hoxhallar të tjerë, kur të shohën, nëse e merr ti edhe thu po shoh dini Allahit pse po shona unë, ta kuptoj se e ki gabim këtë qasje. Kur të shohësh ti, i shoh si individ. Kur të shoh dini i Zotit ne prekmi. Do të thonë, nëse ti be marr këtë individuale, se ndonjëherë xhamati na keq interpreton edhe keq kupton kur e kena çastin që mundesh me bëu disa lëvizje të vogla, që ndoshta xhamati nuk i sheh se nuk i ka syzat e tuashi, nuk i ka syzat e hoxhallokut edhe nuk e sheh se ti i bën disa lëvizje të vogla për mi arrit do qëllime të mëdha, mendon hoxha i lishoj parimet, si ka lishu parimet. Edhe pejgambert Zotit kanë bëu lëvizje që ndoshta popullacia kanë dukur që edhe atyve që ndoshta i kanë besuar këto pejgamber kanë menduar që mos bëni gabim pejgamberi Zotit. S'ka bëu gabim. E ka bëu një taktik për me ecë shumë lart. E kur të themi te Musa alayhis salam, tash Musait pi vjen ai urdhri që mbas debatin me Firaunin, pi vjen urdhri që me dal me magjistar, që magjia ka qenë atëherë ato simbolët që ka qenë ngjarkni e tjera kanë qenë, do të thonë si lloj zotrave, shumë zhvilluar ka qenë si magji. Edhe Allahu Azza wa Jall çka pi ban Musait alayhis salam, që kjo është ai podiumi që ndoshta ka qenë debati edhe mposhtja më e madhe e Firaunit, që me pasditë Firaunin këtë rast, se ai me tjetrin, s'po kujtohet emrin, krahun e djathtë dhe me gruan e tij, në kohën kur e bën debatin me magjistart, Allahu Azza wa Jalla për shumë Kur'an, emri i Allahu alem, kur e bën debatin, tash po vjen puna që janë krejt magjistart me një anë, Musa alayhis salam me Harunin. Para mendoni 10.000 magjistar me një anë, në këtë anën tjetër është veç Musa me Harunin. Edhe lart, me një lart në një pjesë të teatrit ka hip Firauni, gruaja e tij edhe ai atë cili s'po na kujtohet emri. Edhe këto e bëjmë plan në moment që nëse Musajin e mposhtin e kena me vrarë me njëherë Musajin. Po Musa alayhis salam shkej ndodh. Jo vetëm që Allahu Azza wa Jall e bën që ajo mrekullia, mucizja aty që mi hang krejt magjit atyve, po e bën Allahu Azza wa Jall që krejt që të magjistar me pranu dinin e Allahit. E jo t'ja shej, qështu e kena një mësim tjetër. Ne lip me kuptu pak ma ndryshe dinin edhe, ne lip me kuptu pak ma ndryshe, jo ato bazat e Allahut Azza wa Jall, po bot kuptimin ton se qyshe shpjegojmë dinin e Allahut Azza wa Jall. Nëse i e në mas, edhe të ndodh që krejt propaganda bëhet kundër teje, propaganda e madhe kundër një hoxhe, ta di se nëse i e me drejtën, edhe i e me lojalitetin, edhe i e me parimet e Allahut, edhe i e me drejtësien, vallahi Allahu Azza wa Jall ka me ta mundësu që edhe kur krejt janë kundër teje, krejt mediat po të sulmojnë ty, Allahu Azza wa Jall ka me qitë në selamet. Do të thonë, Musa alayhis salam, Musa ishte i bindur dhe i sigurt, edhe pse Allahu Azza wa Jall e përshkruan se u frigu pak, po ishte i sigurt që ka me ardhur momenti që Allahu ka më zbardh ftyrën, e pastaj vazhdon situata që e ndodh urdhri Allahut Azza wa Jall që mi marr Benu Israilit, do të thonë
Hinën Benu Israilit me Jusufin, po pastaj dolën me Musa alayhis salam me një numër shumë të madh, kur dolën Allahu azza wa jall ja u boni mrekullinë e madhe që ja u dajti deti gjys, dhe ai shkopi Musait është shkop për neve sot. Ti bane sebepin, ti çu shkon punë, ti bane punën që i urdhnum, Allahu azza wa jall ka me të pagujt për atë cilën ti të bën vazhdimsi. E pastaj edhe jeta e fundit mbështetja se kur u afruan afër detit, populli Musait mundua që ta friksoj Musa nëse, me thonë janë duke në amri, janë duke arritur faraoni dhe ushtria e tij, por ai tha me neve është, me mua është Zoti im, ai do të më udhëzon, ai do të më. Kjo tregon se çfarë mbështetje të fortë kanë pas tek Allahu subhanahu wa taala pejgamberët edhe ata që kanë qenë besim drejt. Definitivisht. E pastaj ngjarja me Hidrin edhe ngjarja me Lopën, inshallah do ti bisedojmë ndonjë episod tjetër edhe do të ndonjë mënyrë format të më ndrysh. Tash të shkojmë te Isa alayhis salam. Isa alayhis salam është njëri i katërt prej 5 pejgamberëve ulul azm. Cila është sipas teje, cili është momenti që e kishe theksu si një shkëndijë, si një mesazh për vëllezërit e motrat tona që janë ndjekin? Unë kisha dashur shehi që ta shkëputi vetëm këtë pjesë, edhe pse ka shumë pjesë për Isa alayhis salam. Ata të cilët Isa alayhis salam e shënjtërojnë e dimat që Allah azza wa jalla përshkruan Kur'anin famullar. Ato e marrin me një pretekst ndryshe. Thojnë ne Isa alayhis salam e shënjtërojmë edhe bëjmë lloj të Zotit, që besojmë se Isa alayhis salam ka lind pa babë. Po nëse meriton dikush me qenë atëherë logjikën e këtyve po flas, me qenë Zot, atëherë u dëshkë me qenë Ademi alayhis salam se është edhe pa babë edhe pa nonë. Do të thonë Allahu azza wa jalla krijoi edhe pa babë edhe pa nonë. Isa alayhis salam ka qenë vetëm i dërguari i Allahut azza wa jalla. Edhe kur e kuptojmë më ndryshe situatën se si Allahu azza wa jalla ja dha mrekullit Isait alayhis salam, kjo i bie shumë më drejt. Pse Allahu azza wa jalla e boni që prej dhejut bëhet zogu që ta dëshmoj, kjo ishte një lloj mucize që hajde vetëdijsojë. Nuk u vetëdijsojshin. E dyta, ja boni Allahu azza wa jalla që të verbërit nuk sheh njëri me sy. Pejgamberi i Zotit, muciza e Allahut, mrekullia e Allahut e ban që mja kthyt pamurit. Po kur edhe këtë se besun, Allahu azza wa jalla ja mundsoi që të vdekmin me ngjall. E pa që s'po besojnë shej. E jo në është me kuptu drejt. Shifim mrekullitë e Allahut që i kin jetën tonë ditë për ditë. Pa nuk është mrekulli e madhe që Allahu azza wa jalla e mbat qiellin pa asnjë stup, pa asnjë mbajtje mbrojtëse. Pa nuk është mrekullia e Allahut azza wa jalla që Allahu azza wa jalla e ban çështjen e shiut prej, do të thonë, ajrit që ngritet lart prej detrave, bëhet mjegullnal, pastaj lishohet shiu bereqeti. Do të thonë, mundoj pak ti kuptojsh këto çështje pak më ndryshe se mrekullitë dhe mucizat që i kanë pasur pejgamberët e Zotit për sot për ty janë shkolla me nxjerr vazhdimsi. E pastaj keq kuptimi, mrekullitë që ja ka dhënë Allahu pejgamberëve nuk janë mjet që ata të adhurohen. Definitivt. Nuk i ka dhënë Allahu që ata pastaj ne të shpallim në hyjninë e Zotra, të t'i adhurojnë, por përkundazi me na kthi tek porosia kryesore e pejgamberëve, e cila ka qenë thirrja që të besohet, të adhurohet, të madhrohet vetëm një Zot, Allahu xhaleshana. Do të thonë kjo shehi si pikë që e patëm te Isa alayhis salam, e pastaj te pjesa që po du ta bëj të fundit te Isa alayhis salam, ku njerëzit që ka përshkruajtur Allahu azza wa jalla për pejgamberin alayhis salam, ato janë njerëz vetëm se kam një shpallje hynore. Ne nuk guxojmë ti madhërojmë pejgamberin alayhis salam. Kam mbet një thënie e Sheh Albanit, Allah e mëshiroft. Kur shkojmë te vori pejgamberit alayhis salam për mi dhon selam Resulullah alayhis salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Edukat dhe kulturë që Sheh Albani ju ka thonë atyre të cilët edhe për neve vazhdon ajo do të vazhdojë deri në ditën e gjykimit, kur shkojsh për mi thënë selam pejgamberit alayhis salam, edhe ndoshta ti do me bë dua, ama jo me qenë ndërmjetësues pejgamberi alayhis salam. Kur të bëjsh dua, do të thonë ktheu ka kibla, mos u kthe ka varri pejgamberit alayhis salam. Do të thonë ne nuk e adhurojna kërkan tjetër pos Allahut azza wa jall. Ne i dojna pejgambert e Allahut aq sa Allahu azza wa jall na ka obliguar për t'i dashur. Sa ato janë shembull i sakrificës për neve. Qysh është ajeti kuranor, fasbir kama sabara ulul azmi, do të thonë min ar-rusul. Do të thonë ti bëj durim, qysh kanë bëu, do të thonë për zgjedhjet e Zotit ulul azmi 5 pejgamberët, do të thonë prej pejgamberëve të Zotit, prej dërguesve të Zotit. Do të thonë këto janë ato shkollat në vazhdimsi që ne mund t'i marrim prej pejgamberëve të Zotit, sepse për Isa alayhis salam ndoshta unë kam pasur një profesor ka qenë një shok i Ahmed Didatit,
ati debatusit madh që i jo kanë nxjerrën pa ato kundërshtimet, kundërthënjet, edhe unë realisht e kam kry fakultetin e akidës që brenda fakultetit e akidës detajzohemi, kjo është pjesa e dijan që mësojmë për fetë hyjnore, fetë jo hyjnore, kultura që i kanë shndruar në fe. Kena pat një profesor që e shpjegonte se sa ka kundërshtime, për shembull vetëm njërin po duhet ta përziejë. Tregonte profesori me argumentet librat e të krishterëve që i marrin tash për bazë që janë tjetërsume, që ka shpjeguar Allahu Azza wa Jall, thonte kështu. Me njërin prej librave shënon kur Isa alayhis salam erdhën për ta vrarë, Isa alayhis salam u mbrojt edhe i tha mos u vritni. Ndërsa te libri tjetër, do të thonë njëjtë për të njëjtën histori, flet kur erdhën për ta vrarë Isa alayhis salam, Isa alayhis salam tha e ani më kryqëzoni që t'ju falem atyve që e kanë bërë gabimin për historinë. Tash cila është e vërteta, cilës ti besojmë? Thonë çudijat i keni që i keni përballë. Për një moment, për një histori, kundërthënie tash, a është mbrojt apo ka dalën pa e jam kryqëzoni. Do të thonë, kur i sheh këto kundërthënie që janë të mëdha, atëherë ti e kupton pasë dora e njerit ka hyrë ka shkruajt aty brenda. E pse te Kurani Allahu Azza wa Jall, te fjala Allahu Azza wa Jall, te suneti pejgamberit alayhis salam, s'mundesh me gjetë kundërthënie. Po s'mundesh, sfide ke. Një kundërthënie të vetme që nuk përputhet me hadithet autentike, të vërteta të pejgamberit alayhis salam me fjalën e Allahut. Po të ishte prej tjetër kujt prej Allahut, do të gjinin ata shumë kundërthënie. Definitivisht. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ai nuk flet asgjë pos shpallje. Ai ka qenë domethënë i obliguar për Allahut që të flet. Don kjo është ajo pjesa që dashta ta flasim për Isa alayhis salam që mos e shejtro pejgamberin. Pejgamberi alayhis salam duaje, do të thotë, edhe respektoj edhe urdhrat e tij, shumë saktë. Abdullahi wa rasuluhu. Allahu edhe dërguar dhe të përzgjedhur Allahu Azza wa Jall. Edhe një moment nga jeta e pejgamberit ton të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse biografia e tij është për plot, edhe dietarët kanë shkruar libra të shumta lidhur me biografinë, edhe sahabët njëri tjetrit apo fëmijët e tyre u kanë treguar biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ju kanë thënë hadha fakhru abaikum, kjo është kënaqëria e baballarëve tuaj, prandaj ruajeni. Subhanallah. Si ne kështë zgjedhur ti si përfundim në këtë? Mendoj që por sot vlen, mendoj që është mendimi im. Unë kisha zgjedh ditën e parë kur pejgamberi alayhis salam, natën e parë kur i vjen shpallja. Cila ishte fjalia dhe cili ishte ai mesazhi që i erdhi pejgamberit alayhis salam në momentin e parë kur i erdhi shpallja. Pejgamberi alayhis salam zinte të lexonte, zinte shkruante Allahu Azza wa Jall. Po. Allahu Azza wa Jall pe dërgon Jibril Emilin alayhis salam që më ardh me një fjali që sot kena marrë që i kështu çket, edhe mendoj që me këtë përfundojmë, nuk du të vazhdojmë se nuk di, është problematike e përzgjedhur prej pejgamberit alayhis salam në ngjarje. Vjen Jibril Emini dhe i thot Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Sot shehi ne jena me një gjendje, nxënësi thot unë s'do të mësoj. Studenti shikon ti merr provimet me të njofshëm. Mundohet studenti të kopjon provime. Kjo është këtë kundërthënie me atë cilën i ka ardhur fjala e parë pejgamberit alayhis salam, më dashur me zemrave tona. Domethënë, kur e shet i shese çfarë gjenerate të pa edukume, edhe çfarë gjenerate të parsimume kemi, domethënë që një gjenerat që nuk e do leximin, një gjenerat që nuk e do mësimin. Sot ne jetojmë në një gjenerat që do me arrit kënaqësinë me një short, me një video 15 sekondëshe. Ne sot dojna me pat një gjenerat që do me arrit mu bo i menqor, do me arrit mu bo njëri nivel, do me arrit mu bo akademik, pa e qele, pa e nxe karikën, pa e qele librin, me lexu me orë tëra. Nuk mundet me ardh kënaqësia, hiç aspak. Nuk mundet me ardh kënaqësia e qenurit akademik, qenurit profesor, qenurit njëri përzgjedhur në mesin e shoqërisë tonë dhe popullatës tonë, vetë se ti ke dhënë një sakrificë shumë të madhe. E Allahu Azza wa Jall jo rastësisht i vjen me Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexon emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Tash, a lexon ti aspektin fetar apo çdo aspekt tjetër të jetës tonë, nuk është me rëndësi, ti lexo. Do të thonë, kjo është shkolla që ndoshta ne lip me kuptu për pejgamberit alayhis salam se ndoshta çuki mesazh edhe çuki emanet prej trejave tona, prej nxënësve dhe studentëve po tradhtohet me një mas të madhe. Do të thonë, ne s'lip me qenë tradhtar të asaj që shpall pejgamberit alayhis salam. Ndoshta nuk mund të them se çdo njeri duhet me lexu.
Ndoshta çdo njeri është e nevojshëm me lexu, po jo çdo kush mundet më ul me lexu. Po spaku ata të cilët kanë pak aspirata për jetën, edhe pak kanë qëllime në jetë, pak dojnë diçka me nxjerr, ndrit prej vetes vet, çajli me qenë i bindur se pa lexim s'mundet më arrit asesi. Nuk mundesh më bën njeri mençur shej pa lexu. S'mundesh më bën njeri mençur duke dëgjuar lajme në televizion. As duke dëgjuar video në rrjetet sociale, nuk mundesh më bën. Do të thonë kjo është ajo. Disa lloje të leximit. Nuk është vetëm leximi që ka të bëjë me librat. Kemi leximin e ndodhive në të kaluarën, duke shikuar pasojat e asaj mosbesimit. Dokumentare. Ka, do të thonë leximi historik, ka leximi emocional të gjendjes së kreton këto mënyra të leximit të cilat na ndihmojnë neve ta kuptojmë realitetin e kësaj dunjas. Realiteti i kësaj dunjas për të cilin jemi krijuar është, dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe ta ndjekim rrugën e pejgamberit që është dërguar tek ne. A mund ta shoh një pikë këtu? Unë mendoj që dështojmë si misionar në aspektin e davetit të Allahut Azza wa Jall, edhe si prind mund dështojmë se nuk i motivojmë fëmijët e tanë për me lexu shi. Nëse një prind e ka më shumë gajle se fëmia vet, do të thonë, nuk ja ka pru një dinar në shtëpinë e vet, sesa ai ka bëu detyrat e shtëpisë, do të thonë në shtëpinë e vet, vallahi për çdo fëmijës zore kemi prit sukses. Nëse nana ka gajle më shumë për pastërtinë e shtëpisë vet, sesa për mësimin që e ka me mësu fëmia vet, edhe atë stimulimin për shej, unë mund ta them prej përvojës personale. Vallahi baba mua sa më ka stimulu. Do të thonë, nëse kena pak arritje në jetë, pak një sa do të qoftë e vogël, ka qenë si rezultati babës edhe i nanës që në vazhdimësim kanë stimulu për lexim. Do në vazhdimësi, 100 lloj metode i ka përdorur baba, s'po du ta përdor asnjë metodë, po 100 lloj metode i ka përdorur baba që spaku merr lexoni libër, merr lexoj çket broshur, po edhe çket libër, po ç'kjo, mësoj një surat Kuranit, mësoj, edhe derisa vet njeri mohin ato shinjat e veta. Do thonë, sikur që shit treni edhe pastaj nuk ka nevojë dikush me shty vet hec treni, derisa të shtihen shinjat e leximit edhe të edukimit. E këtu ngecin shumë prind. E ka më shumë dert fëmijëve të bjerë, që sjellë pasurinë shtëpisë sa ti sjellë një sukses të madh në jetën e vet. Do të thonë, nuk mund ta paguajsh suksesin e fëmijës tan me parë shi. A disa njerëz që kanë parë që fëmijët i kanë dalë prej udhë. Po ai do ndoshta edhe këtë pasurinë sakrifikon që fëmia vet ta bëjë në sukses, a e kundërta, ne kemi prind që ndoshta nuk mund ta kalojë mujin, do të thonë me pasuri, veçse me investon te fëmia vet, ndoshta dinarin e fundit e investon te fëmia vet, ama fëmia vet ja sjell suksesin se suksesi vjen prej Allahut. Allahu Azza wa Jalla e sheh sinqeritetin, edhe punën e tij Allahu nuk thyn hak, Allahu ta jep atë cilën e meriton, edhe ti e gëzon edhe baban edhe nanën në vazhdimsi. Do të thonë, kjo është për lloj të edukimit. Për veten tënde edhe për shoqërinë ku jeton. Definitivisht. Do të thonë kisha dashur vetë këtë ngjarje të ditës pejgamberit alayhis salatu wasalam, s'ta kemi. Në momentin e sa do ta bëjmë një emision të veçantë edhe do ta zgjerojmë pak më tepër atje. Valla ngjarje sa dush, sidomos duke filluar prej te luftrat e te poshtet e ngjarjes që ka pasur pejgamberi alayhis salatu wasalam. Po nderuar Hasan Efendi, faleminderit që ishe sonte me neve në podcastin ton. Allahu të nderoft, ishte nder për mua personalisht dhe për ekipin ton, që ti sonte me neve. Eles Allah që ti shpërblen këtë botë tjetër. Allahu na lut që ti jep bereqet në davetin tënd, edhe neve me bereqet të gjithë muslimanëve, dhe të bëjmë për atyre të cilët e udhëzojnë popullin ton drejt asaj që është më e mirë dhe më e dobishme për ta në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahumma amin. Allahu të nderoft. Inshallah shihemi për hera tjera. Zoti nderoft. Ndërë shikues, ky ishte podcasti i kësaj javës. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmatullah.